Një fluturim i linjës ajrore United Airlines me destinacion Chicagon është detyruar të nënpresë ngjitjen në aeroportin e Zuriut mëngjesin e sotëm pas një incidenti të pazakontë që ndodhi në pistë. Ngjarja ka ndodhur rreth orës 9:45 sipas raportimeve të mediave zviceriane, ndërsa autoritetet kanë konfirmuar më vonë se bëhet fjalë për një problem teknik që çoi në shfryrjen e gomave të avionit. Sipas burimeve zyrtare nga aeroporti, menjëherë pas ndërprerjes së ngritjes, automjetet emergjente dhe brigadat e zjarrfiksëve ndërhyn në vendngjarje dhe rrethuan avionin, duke marrë masa të menjëhershme sigurie. Pasagerët të cilët ndodheshin brenda mjetit fluturues u evakuan me ndihmën e zjarrfiksëve dhe u dërguan përsëri në terminal ku ju ofruan ndihma e nevojshme. Avioni qëndroi i bllokuar në pistë 16 për më shumë se 45 sekonda, duke shkaktuar dhe vonesa të tjera në qarkullimin ajror përkohësisht. Aeroporti i Zuriut konfirmoi përmes një deklarate të shkurtër se evakuimi ishte realizuar me sukses, ndërsa nuk dha detaje të mëtejshme mbi shkaqet e sakta të ngjarjes. Megjithatë, sipas mediave, dyshohet se incidenti është shkaktuar nga një defekt teknik i avionit, që ka çuar në shfryrjen e gomave gjatë përpjekjes për ngritje. Nuk përjashtohet as mundësia e një emergjencë mjekësore, edhe pse kjo mbetet për të konfirmuar nga autoritetet. Pas kontrollit të detajuar dhe mbylljes së përkohshme të pistës pas fluturimit dhe tërheqjen e avionit, trafiku ajror në aeroportin e Zuriut u kthye në normalitet. Fatmirësisht nga ngjarja nuk u raportuan të lënduar, por pasagerët përjetuan momentet e shqetësuese për shkak të situatës të papritur. Ndërkohë, United Airlines ende nuk ka dhënë një deklaratë zyrtare mbi këtë incident. Pritet që në orët në vijim të ketë më shumë informacione dhe rreth arsyes së ndërprerjes së fluturimit dhe hapave që do të ndërmerren për pasagerët e prekur nga kjo ngjarje. Ky incident sjell edhe një herë në vëmendje rëndësinë e kontrolleve të rregulla teknike dhe gatishmërinë e ekipeve mjekësore, të cilat reaguan me efikasitet në një situatë që në rrethana të tjera mund të kishte pasoja më serioze.